Ke një kategori ekipesh të cilat mund të shkojnë gjatë në këtë botëror përveç Gjermanisë që pashmangshmërisht i kenë në listë. Pjesa e Gjermanisë pastaj është pasion, por edhe teknikisht mendoj që ka potencial për të vijuar më tej. Por nëse përballet, siç e thash dhe më përpara, që nëse përballet me skuadrat e për të forta do ta ketë të vështirë sepse aktualisht është në kategorinë e favoriteve të nivelit të dytë. Por që mendoj të shkoj lart Argentina, Brazili dhe Spanja. Portugali, Franca patjetër, edhe Franca. Portugali nuk e shikoj. Ishte një ndeshje signifikative që na tregoi shumë për lojën e Portugalisë, na tregoi që duhet të mbyllet kapitulli Cristiano Ronaldos për gjithmonë tani, sepse nuk e favorizon edhe mosha. Jo, je fut në debatin spoljatorit. Ka talente të reja. Edhe mosha, por edhe grupi nuk e do. Ka një të smirë brënda, ka një të smirë brënda, edhe grupi, patjetër. Ai mendim qarkullon sot në gjithë. Ai ka pranuar që kjo do i dhe fundit.